Për vitin 2015 në zyrën e punës Sarandë do të vazhdojnë të zhvillohen programet e nxitjes së punësimit. Aktualisht janë disa programe të cilat përfshin punë kërkues të papunë në vështirësi, punë kërkuese femra në grupe të veçanta, punë kërkues të papunë të rinj apo edhe të tjerë, të cilët kanë mbaruar arsimin e lartë brenda dhe jashtë vendit, ose që duhet të kenë më pak se 24 muaj nga diplomimi i tyre. Më tepër detaje mbi këto programe jep drejtoresha e zyrës së punës Sarandë, Hatixhe Myslimi. Për vitin 2015 do të vazhdojnë të zhvillohen programet e nxitjes së punësimit. Janë programe të cilat përfshin punë kërkues të papunë në vështirësi, femra, përfshin studentë të sapo diplomuar kundrejt kritereve që janë të vendosura me ligj. Punëdhënësit që do të marrin pjesë pikërisht në këto programe nuk duhet të kenë shkelur legjislacionin e punës, duhet të kenë ndërdur rregullisht sigurimet, tatimet, njëkohësisht sigurimet shëndetësore dhe shoqërore, veçanërisht për vitin e fundit. Zyra e punësimit financon këta punëdhënës me një financim mujor në masën 100% të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të pjesës së kontributit të punëdhënësit me kusht që kohëzgjatja e kontratës të jetë jo më e shkurtër se një vit. Gjithashtu zyra përkatëse e punësimit financon punëmarrësin e përfshirë sipas këtij programi deri në 4 paga në masën 100% të pagës minimale në shkallë vendi, në muajin e 5 dhe të 6 të aplikimit dhe në muajin e 11 dhe 12 të këtij aplikimi. Pra sigurisht që 4 paga mujore, paga minimale bëhet fjalë, do të jenë nga zyra e punës të financuara dhe pjesa tjetër i takon punëdhënësit. Afati i aplikimit është nga data 9 shkurt deri në datën 6 mars 2015 dhe janë ftuar të gjithë subjektet të marrin pjesë pikërisht në këto programe. Njëkohësisht një vendim i veçantë është për studentët e sapo diplomuar. Është si thua një risipër të student, një hyrje në tregun e punës në formën e një praktike profesionale dhe që u jep të drejtën këtyre studentëve që të kryejnë një praktikë profesionale 6 mujore kundrejt një financimi nga zyra e punës në një institucion që mund të jetë shtetëror ose në një subjekt privat. Pra me këtë rast ne ftojmë të gjithë studentët e sapo diplomuar, sidomos të gjithë ata që janë diplomuar 2 vitet e fundit, të marrin pjesë pikërisht në këto programe. Për më shumë informacion, sigurisht që janë ftuar gjithë subjektet dhe personat e interesuar të drejtohen pranë zyrës sonë deri në datën 6 mars të vitit 2015. Shtatë maturantë ekselentë të qarkut të Vlorës janë zgjedhur për të ndjekur studimet në universitetet më të mira të Kinës. Projekti mundëson bursat e akorduara prej qeverisë kineze. Mes 7 maturantëve ekselent janë edhe 2 maturantë nga Gjimnazi Hasan Tahsin i qytetit të Sarandës, i dalluar ndër vite për nivel të lartë të nxënësve në rang republike. Neve na erdhi një informacion, apo kërkuar një informacion për nxënësit ekselent të gjimnazit tonë në fund të dhjetorit. U dhanë disa emra të gjithë nxënësve, pothuajse që i kishin mesatarin mbi 10. Dhe këta të dy u përzgjedhën sepse një nga arsyet e përzgjedhjes së tyre jo vetëm se janë nxënës ekselent, por shprehin dhe dëshirën për të studiuar në Kinë. Unë vërtet falenderoj iniciatorët e kësaj nisme sepse u vlerësuar nga 7 nxënës që të shkojnë në Kinë, 2 nga studentët tanë, 2 nga maturantë tanë, se tani studentët i quajmë që këte tutje. Këta janë, unë nga ana tjetër u gëzova shumë për këta të dy, se këta vërtet jo që janë nxënës ekselent, por janë dhe nxënës shumë të disiplinuar, shumë korrekt. Kur do të ikin me studimet në Kinë? Sapo do mbarojnë shkollën? Po, do mbarojnë shkollën, do mbarojnë të gjitha detyrimet që ka matura shtetërore, do marrin diplomën dhe do aplikojnë gjatë kësaj kohe dhe mendoj që në shtator do vjen të fillojnë studimet në Kinë. Viti i parë duhet jetë të mësojnë gjuhën dhe pastaj do konkurrojnë për të futur dhe atje. Zgjedhja e universitetit është do zgjedhin këta studentë tanë, do zgjedhin dekën që preferojnë. Sipas pikëve që do marrin atje mendoj. Tani të tjerat mund të thonë vetë studentë. Ndërkohë, një nga maturantët ekselent vjen nga qyteti i Delvinës.
Vetë nxënësit Tiva Veli dhe Niko Papadhima shprehen të kënaqur dhe të surprizuar nga akordimi i këtyre bursave për ta. Atëherë ishte për të dy e papritur dhe megjithëse ne kishim shprehur dëshirën, nuk mendonim se do të na jepë kjo mundësi, por ja që ne u përsjodhëm dhe të bursa në vend. Atëherë ishte një vendim i papritur në fakt, pasi gjithçka filloi me disa pyetje në parim dhe brenda një kohe shumë të shkurtër erdhi dhe përgjigjja që ishim të përzgjedhur. Si e imagjinoni këtë eksperiencë të re? Po sigurisht çdo eksperiencë e re jemi pak të frikësuar, por besoj se do t'ja dalim. Është duket e çuditshme në fakt, po është edhe njëkohësisht shumë e bukur, pasi është një vend me nivel shumë të lartë, siç dihet, dhe shkollat gjithashtu janë të këtij niveli. Prandaj ideja është shumë e mirë. Po familjarët, prindrit tuaj si u ndjen kur e morën vesh? Na kanë mbështetur që në momentin e parë që vendosim që do të shkonim aty, dhe besoj do të kemi mbështetjen e tyre edhe në vazhdim. Po është e vërtet mbështetja që maksimale, pavarësisht që edhe ata nuk u ndjen mirë për largesën, po megjithatë mbështetja është maksimale nga natyra. Reparti i pediatrisë ka qenë i mbipopulluar si pasojë e virozave të stinës. Sipas mjekut Aristid Ali, shefi pavionit të pediatrisë pranë Spitalit Petronako të Sarandës, ditët e fundit ka patur një ulje të fluksit, duke kujtuar se para disa ditësh fluksi ditor në këtë pavion arrinte deri në 85 raste të paraqitura në ditë. Aktualisht situata është në rënje, nuk është më ai fluksi që ishte para 20 ditëve, që vinin 50 fëmijë në ditë, 70 fëmijë në ditë. Tani mjeti 30, 45 kaq fëmijë. Për fat të mirë, ne kanë vajtur mirë, asë nuk kemi pasur një problem, se zakonisht viruset duket një fjalë lehtë, fjala virus, po prapa viruset mund të fshihen me 10 gjëra të tjera, që nga meningite, nga encefalitet, me pjema, me gjëra të tilla, por për fat të mirë kemi pasur raste të shkëputura, por janë trajtuar mirë dhe jemi të lumtur që s'kemi pasur në një aksidentë, kjo ka rëndësi. Cilat kanë qenë disa nga viruset që kanë pasur më shumë shqetësim pacientët tuaj? Shiko, virusi është një, nuk është më të shumë. Po, fëmijët që kanë pasur komplikacione janë, sidomos kemi pasur komplikacione të tipit të pneumonive. Ose mos po kaloj dhe për çdo prind, një kujtesë, po kaloj ditë 4-5, domethënë dhe vazhdon temperatura. Akoma atëherë kjo të heq vëmendjen që duhet parë tek mjeku, sepse këtu fshihet një pneumoni masave. Kurse e problemet të tilla të encefalitit të meningiteve nuk se kemi patur. Nuk se kemi patur. Për fakt, se janë shumë të frikshme, janë shumë të frikshme që bëjnë dëm. Një apel për prindrit? Të evitojnë kontaktet me fëmijët e tjerë. Të panevojshme, se nuk mund të thonë prindërit mos i çoh fëmijën në kopsh, mos i çoh fëmijën në shkollë, mos nuk është logjika. Por që të krijosh kontakte kot në një parti gjëra të tilla kot, mund të shmangin një situatë më të qetë, nuk është s'ka vetëm edhe qefi një nuk se s'morë pjesë në një parti. Këtë do të thosh jo. Dhe detyrimisht vizitat e fëmijëve po kalojnë vite 34 të shikohen tek mjeku familjes. Dashur vinë këtu në spital, po normalisht e mjekët e familjes. Këtë mund të thonë. Doktor, faleminderit. Një 26 vjeçar është arrestuar në flagrancë pasi ka goditur për motive të dobta një person dhe i ka thyer këmbën. I lënduar ka mbetur 43 vjeçari Besnik Sadiku nga Ksamili. Komisariati i Policisë Sarandë bën me dije se është arrestuar Adem Oruçi, 26 vjeç, banues në Ksamil, për veprën penale plagosje e lehtë me dashje. Butrinti nuk ka falur në shtëpi ku ka mundur me rezultatin e ngushtë 2-1 në aftëtarin. Sarandiotët kanë shpërdoruar raste pafund, por në fund i ka nderuar dobjeta e Jasmin Reboshtës. Kësaj goli i realizuar nga zylluftari në fund të 90 minutave ka vlejtur për statistik. Adriatik Anani, trajneri i aftëtarit pas ndeshjes pohoi. Loja ishte shumë e bukur dhe e luftuar derisa gjyqtari vendosi që ta prish atë, duke akorduar një penallti të paqënë. Objektivi ynë ishte të mos dilnin pa pikë nga ky takim, por nuk ja dolëm dot, ka përfunduar Kanani. Ndeshja e radhës për ekipin e Butrintit do të luhet ditën e shtunë përballë ekipit të Lushnjës në transfert, ndërkohë që Lushnja është kryesuese në kategori dhe Butrinti është vetëm 3 pikë pas saj në vend të tretë.